Jemi bashk edhe në një edicion tjetër të emisionit Jeta miq të dashur. Gëzohem shumë që ju takoj çdo javë, edhe kemi mundësi me nda eksperiencat ndryshme nga vendet e bukura që i ka Kosova. Në këtë vendbanim ku ne ndodhemi, kemi qenë edhe kohë më parë për të treguar se sa i vjetër është. Është fshati Dermjak i Hanit të Elezit. Këtë më së miri ndoshta e tregojnë edhe këto shtëpi që ne bashk po i shohim, dhe nuk është e vetmja kjo që kemi pas. Kemi edhe shtëpi të tjera që po na rrethojnë, janë të ndërtuara plotësisht prej baltës dhe prej gurit, ashtu siç kanë qenë në kohët e vjetra, dhe kanë mbetur thuajse vetëm rronojat për shkak se këto di që jetojnë vetëm dy familje, pikërisht në këtë vendbanim ku ne jemi. Sido që tjetë, pavarësisht pamjes bukur që ndonjëherë ofrojnë, është pak e dhimbshme të mos takojmë njerëz në rrugë, të mos takojmë njerëz që tregojnë ndoshta për jetesën që bëhet këtu. Po, do t'jemi sot për diçka tjetër, do t'jemi për një pjesë atraktive që ka ky vendbanim. Është ujvara e Skallavacit, kështu njihet, edhe e di që ata vendës që kanë qëndru këtu për vitet të tona, e që për shkak të kushteve, siç tregojnë, është dashur që ta lëshojnë vendin e tyre, her pas here ndoshta vinë për vizita. Ata i kanë shfrytzuar ujvarat gjatë sezonit verës edhe për t'u la, për t'kalu kohë rekreacioni siç e don sezoni i verës. Do të shkojmë atje, është pak një rrugë e gjatë që do ta bëjmë, nuk është e mundimshme, keni me pa dhe ju përmes pamjeve. Sido që tjetë, uroj shumë që tjetë e kënaqshme edhe për syrin e juaj, e ju mos harroni tek rrjetet tona sociale, mundeni me ndjek gjithmonë te jeta.ktv dhe jeta vision. I ndajmë edhe këto ecjet tona që i bëjmë, edhe këto shëtitje po e quaj në fshatrat e bukura të Kosovës. Takohemi vetëm pas pak me njërin nga banorët e këtij vendi që po na dërgojnë drejt këtyre ujvarave. Për te ujvara që dashur jemi, ne kemi mundësi me pa edhe disa shenja që tregojnë se kjo zonë nuk është edhe pa rrezik. Kur them këtë, në kuptoj faktin që në për pjesët ndryshme të këtij vendi ka edhe mina. E për këtë, fatmirësisht kemi organizata që po e bëjnë deminimin e tyre, po e bëjnë edhe eksplorimin e këtyre vendeve për të kuptuar se ku mund të jetë rreziku. E kemi taku krejt rastisht, po gëzohem shumë që e takuam, sepse du më shumë e ditë për këtë procedurë dhe për këtë hapësirë këto, sepse mund të ketë shumë persona që vinë prej vendeve të ndryshme për mi vizitu këto ujvara, edhe zakonisht janë klube të hikingut, kështu që është mirë ta kemi si informacion për rrezikun e mundshëm, edhe si dim cilat zona janë më të rrezikuara se përket minave. Është Sali Cika bashkë me neve nga një organizatë e cila e bën deminimin. Zot Sali, faleminderit shumë, më vjen mirë që takova kështu. Mirë se erdhe, faleminderit domethënë që më informu që mos me u informu që mos me ecna për zonë të rrezikshme dhe me pasën ju të rrezikuar. Jeni të mirëseardhë për incizimin e ujvarës atje ku e keni me bë. Kështu që unë do t'ju udhëheq rrugës më të sigurt për me shku deri te vendi ku keni me bë incizim. Shumë faleminderit, se ne i pam edhe disa format të shenjimit, se po themi kështu në për rrugën që e kishit bë, për ka duhet vim, edhe ti shmangemi rrezikut. A na tregon për këtë zonë që sa kohë operoni edhe cila është cili është niveli i rrezikut sa i përket minave? Prej shtatorit vitit kalum jemi na duke operuar këtë zonë me 2 ekipe, ku rreziku është shumë i madh nga minat e forcave jugoslave të cilat i kanë vendosur diku 420 mina shkelëse dhe mina me tel ka shumë për rreth për qark. Jena duke operu, duke bëu zgjarimin e asaj, eventualisht janë gjetë diku deri më tash 11 mina po madishe të cilat janë shkatruar nga FSK-ja.
A është ditë më herët që kjo zonë ka mina, se unë e di që janë bo shumë aksione për me bo deminimin e për Kosovë. Çka ka ndodhur me këtë zonë që ndoshta s'është bë e duhuna? Po, eventualisht Allotrosi është një organizatë shumë serioze dhe shumë e cila operon në Kosovë që nga viti 1999. Njëjtë edhe unë jam punëtori i saj prej vitit 1999, ku gjithherë i bëjmë hulumtimin teknik të zonave, duke u bazuar domethënë në IMSMA, ku i mormi dhonat të cilat i kanë ato paraprakisht domethënë të lajmërojnë në zonat e rrezikshme. Edhe gjithherë domethënë punojmë në zonat e rrezikshme ku janë evidente minat e mjetet e pashpërthyer ose çka tjetër. Po e llogarisim, po vim për herë të parë në këtë vend. Edhe thjesht unë kam dëshirë me shku te ujvarat. Nuk e di edhe pse fatmirësisht, mirë që janë vendosur këto shenja që tregojnë për rrezikun e minave. Çka duhet kem parasysh unë si një vizitor kur shkel nëpër këto zona që e shoh në një shenjë të tillë? Eventualisht shumë më mirë që keni bon, domethënë që në pikë me dik dhe kena medikën i cili më ka tregu, domethënë që duhet me asi, edhe eventualisht unë jam si udhërrëfisi juaj, por mi urrëfi domethënë edhe për mi u tregu që ka zonë e rrezikshme mos me hinë në atë zonë. Ndryshe, tash procedura po vazhdon. Edhe sa kohë ose a kemi procedurë cilën ne duhet ta dim për shembull si shkon për pjesën e deminimit, a kemi ende gjetje, si po shkon si punë? Po gjetje eventualisht ka nuk i dihet domethënë, po eventualisht edhe sot kena gjetë mina edhe para një javë domethënë kena gjetë ku i ka shkatruar FSK-ja edhe sot a gjet mina, kështu që janë rrezik domethënë për me lëviz pa isje mbrojtje personale. Ne kemi rasti sot në një ditë kur ju keni gjetë mina. Rastisht, po. Mirë, po ato janë, domethënë, ekipet janë të punu, kështu që pa pajisjes mujnë me u bon edhe barë dhe pengesë për që kjo. A mundet me qenë se për shkak të numrit madh që përmende ma herët, minave që janë gjetë te kjo zonë, a i bie kjo që ndoshta janë shumë në thellësi që kanë qenë ma problem ndoshta për me u hasë dhe me u bë deminimi tyne koma përpara? Eventualisht, domethënë, pastrimi i shpejt apo 2000-2001 nga një organizatë e cila i ka pastru vetëm rrugisat ka kanë shkel njerëz. Mirë, po anash nuk kanë kontrollu. Kështu që minat janë evidente gjithçka i gjojnë, domethënë në për rrugica s'mund të hasim shpesh, mirë, po anash gjojnë gjithherë domethënë mina. Na e dim që keni pas edhe shumë fushata vjedisuese edhe përpara, i mbaj mend edhe si fëmijë, e di që mirërisht mundesh me lajmë se veç duhet se Po, kena pas eventualisht Allotrosi ka pas edhe një seksion të veçantë, domethënë ku ka bën vendisimin e minave më herët, domethënë nëpër shkolla, nëpër popullat, me komunitete dhe eventualisht qatë programe kena edhe sot e kësaj dite domethënë si gjithherë domethënë konsultohemi me komunitetin. Mormi informata, mormi pëlqimin e tyre që shash domethënë këtu fshati me afër Dremjakut, i cilin e kena banuarin shumë shumë aktiv edhe e promovon shumë. Falenderojm shumë domethënë që na Edhe diçka të fundit, nëse e shohim një detaj, si me thonë, rrugës e kësa shkojmë, ndoshta një thirrje që të mos afrohemi me prek sepse kur nuk e dihet se çka mund të jetë. Normal, siguria mbi të gjitha, mirë, po për çata domethënë jam unë si udhërrëfis me udhërrëfi, domethënë se ka duhet me shku edhe me ecë. Mos me hinë zonë të rrezikshme, gjithherë me u shmang domethënë zonave të rrezikshme. Shumë faleminderit për kohën edhe faleminderit që kemi na ndihmu sot me qenë këtu. Kënaqësi, faleminderit. Atëherë miq dashur, ne po vazhdojmë rrugën gjithmonë me sigurinë që na e dha dhe Zoti Sali, edhe një herë po ju them, nëse veç vendosni me ardh me i vizitu Ujvarat, ta keni me shumë kujdes, edhe ta keni parasysh që është fjala për Minak, një zonë minuese, të cilën fatmirësisht kjo organizatë po e bën të mundshme që të ndodhë sa më shpejt edhe deminimi atyre minave që kanë betur, që në numër as ta nuk e dinë se sa janë, sepse ka zona të ndryshme këtu për rreth. Eventualisht në bazë planit pastrimit, domethënë na kanë mbetur edhe 2 muaj për me kri, domethënë çet zonë, edhe është zonë atraktive, e cila përdoret për gjueti, për me hes njerëz, edhe është atraktive shumë. Kështu që edhe këto banorët e kanë shprehë domethënë atë interesin e vet që në të ardhmen maqë të punohet domethënë që kjo pjesë, se i kanë domethënë pjesë e kanë mullinin, të cilën nuk e kanë shfrytzuar mbas lufte asnjëherë. E kanë domethënë plan me hap çat mullinin, me marru një restoranta diçka, kanë me bën një atraktivitet. Në të ardhmen, po ajo është e mirësore për ne domethënë që e lirojmë tokën nga minat edhe kështu që hajde po vazhdojmë atëherë. Na ndiqni bashkë edhe me zotin Sejdi që po na përcjell këtë rrugë, siç e kam treguar edhe më herët.
e di sa është lartësia, po tash do të Saidi më tregon se prej lart mundesh pak me vëzhgu atë pjesën e ujvarave poshtë, zhurma po dëgjohet, është shumë e këndshme për vesh edhe goxha relaksuese. Zoti Saidi, faleminderit gjithmonë që i gatshëm me na prit, se e di që këtë terren ti e ke bo vazhdimisht prej fëmijë. Edhe ndoshta për ty s'është shumë interesant, po për neve që vim edhe shohim si atraksion, na kënaqet syri, edhe veshi. Shumë veni mirë këto, kënaqesh si të verës, si dimnit, është përgjithësi veni mirë. E tash do të bina bashkë te veni aty te ujvara, ku relaksohen fëmija verës, do me thonë pin qershor fillojnë këto te bazenti lahen, vinë pi Hanit e Lezit, pi Bllacës, Maqedoninjës këto. Se kemi shumë afër këto. Po, afër është, me kufinin vinë, gjithë këtë që të vinë. E kalojnë pushimet qëto, vikendet, ma shumë vikende, mushet këto plot. Po, tash edhe moti po ndreshet, kështu që po m'duket kemi me pas prap plot, se se ndrojnë pi 15 qershorit, këto mushet, pi 15 qershorit, hajdi kur dojni, muni me bo incizime, me pa vetë, me sinjë se shka bëhat këto. Kur dojni. E kom pa që shumë klubet hikingut janë duke shfrytzu kohën për me sjell turist prej vendeve të ndryshme tek ujvarat e Skallavacit që njihet këtu për Han të Lezit. Po rastisën ta prej cilave vende i kemi kryesisht, a ndoshta keni komunikim ose çka thon për këtë vend? Ma frikë që janë konë Prishtinës, të Kaçanikut, Gjilanit kish pasën, të Kamosit, plot janë konë. Kjo është edhe ujvara miqdashur që ju kemi tregu deri tash. Vërtet e ka një pamje shumë bukur, edhe është mirë që po kemi mundësi të vim tek vendbanimet e bukura që i ka Kosova. E potencoj disa herë me radhë, sepse kështu du t'ja pjehon ma shumë vendeve që na i kemi, edhe t'jemi ata që i vizitojmë, po edhe nuk i lëm asnjëherë të boshatisura, si që po ndodhë në shumicën prej tyre, sepse me të vërtet kjo është një pasuri e madhe, kjo është edhe një lloj nostalgjie që për shumë banorë si vendi bën që ta kujtojnë kohën e kaluar, si që më tha dhe zoti Saidi pak më lart që më herët kanë ardhur gjatë sezonit të verës edhe kanë konsideruar si me shku ndoshta në det, edhe ka shumë vizitorë të ndryshëm prej vendeve të ndryshme që vinë këtë vendbanim. Edhe mira është që në to të investohet. Plani pra është prej njërit prej bashkëvendësve të zotit Saidi, por gjithmonë duhet pas parasysh deminimin e plot që do të ndodhë së shpejti edhe nga organizata me cilën u takuam krejt rastësisht për ne, por për ta në fakt shumë e planifikuar, për shkak se e dinë edhe janë të njoftuar sa herë që vim si vizitorë në këtë vend, që të na udhëzojnë se ka duhet shkojmë. Pra me pa një perl të tillë, po e quaj, një ujvar të tillë që po vizitohet prej klubeve të ndryshme të hikingut në një fshat, është goxha relaksuese, goxha e mirë, ndryshe prej vendeve kur e dim që janë burime ose janë vende tipike turistike, kështu që pse të mos bëhet edhe fshati Dërmjak një zonë turistike ku do t'i kthejë edhe banorët që t'jetojnë këto, po gjithmonë duke ndihmu në infrastrukturën edhe rregullimin që t'jetë tamam turistik. Shkojmë edhe më afër edhe flasim edhe pak me zotin. Tanë thminin, unë e temën për veti qëto e kum kalu në qëto ujvare qëto. Tu la si thmi. Pinë moshën 8 veçare qëto. Më mërshin përdore në bishin qëto tu larë. E tanë thminin e kum kalu qëto valla. Shumë veni mirë, ujti i pashtë. Me gjithë se që këtë uj, Hani e Lezit e shfridzon për pije. Po, furnizimi i Hanit e Lezit në qëto uj ba, kejtë, pi qëto uj. Po i kanë pompat poshtë, atje, filterat, po. Ina tu pas qef tu me boni par ndryshimi hala ma të mirë me rriqta dhe pak me që ma poshtë, po na lipin punë shumë. Kjo me punë dore, punë fizike nuk bo, tu me pas një pager të vogël, po besoj me kalimin e kohës kina me e bo dhe këta, kina me rritën hala, kina me qutër poshtë, edhe një 3 metre ma poshtë. U konë kretari komunës e ka paën, tash u konë e ka pa, vjetë u konën, ka ardhe ka pa në vend qëtu u konën, e ka këshiri ka bo do fëtë këtu. Besoj që ka me në animu edhe pak komuna, do të në animuje pak. Urojt mos metin veç foto. Ja, ka me në animu, besoj që në animuan pak kretari. Si lip në shumë kretarit, pak, një ndim vogël. Që të rrugën pak të ne regulloje.
Çka rruga kryesore mu rregullu të na. Se këto qerat na i bajna vetë, rregullojmë vetë na këtu. Vesh rrugën na i rregulloje, çto normal. Me mujt me bëni rrugë të mirë që mos kem problem kur tin kur dalin njerëz. Se vin fëmijë, vin gjithçka vin këto. Rruga baretje se kam sore me një mirë, po me lehtë me mirë. Çaj. Nuk ja din vlerën vendit vet. Se marr një huj këto, pi jashtit me i promu, sikur janë kanën vjet kanë mas korrikit, po kanë do angles këto. E po në këtë vend ju ka met merak. Po ku ata kemi tha nan në vend tonë që këtë venin e juve qëto. Tha po na se kemi, ju e kini tha sun për shfridzejshi. Gjithë shka në vlerën nuk ja di na venit tonë. Do të mja dit vlerën venit tanë. Mas shumë për vlerën me ja dit venit tanë, me ja majt venin tanë, jo me lëshu venin tanë me ikët. Ikin piktu në që kënë bazen të Prishtinë. Që bazenti, i paqët. Që të pastrohen, nalë që atë del pe uj pa problem, heq. Po nuk ja din vlerën, valla. Çfarë thellësie ka? Po që të shkon deri në 3 metra thellësia. Me fella që 3 metra është thellësi. Po tash e kanë qelën dhe shkapi mu pastru zalli, mu tërhegë në beturina, se bënd pinaltit, pi Maqedonisë bënd beturina këto, e më smunalën me dalën mu pastruën. E kanë bu mirë se e kanë qelën, tash në qershora apet në vina e mbilë me këto e mushmi me ujka. Që të në korrek e ki minus, o shumë ujt i ftëp. Ta ma freski që Po, shlikët. për da temperaturë, sa temperaturë e madhe ki ujt tamano për nej. Sa është ujt i ftëp dhe taman është freskomi Të për mos verën e kalume, kemi pas flak. Po, qashtu, të gjithë qashtu nga ka majtën, po, ujti është i mirë, është i fladitshëm. Knashmi, ma shkurt knashmi. Këtë knashësi veç Zoti që e ka falën, se kush knashësun e banë, veç Zoti që e ka quen. Amo, na, do të me e majtën, do të me animu me e majtë, jo me prish, me shkatru, me bon, berbat, do të me e majtë. Se shumë faleminderit edhe është gjithmonë kënaqësi me qenë me ty, edhe me bisedu për këto vende që realisht mund të me thonë Dermiakun je duke mbajt gjallë ende. Edhe je thjesht i vetmi që nuk ke as pak përtesë për me ardhë dhe me bo kronika tilla që janë të mirë të vendbanimit, e njëkohësisht edhe për me pastru qyshte vendin si banor që po e jetën ende këto. Faleminderit shumë edhe uroj veç me shku dita mbare. Faleminderit edhe për juve që po veni me na vizituan, jeni të mirë sa ardhën, kur të keni qef. Faleminderit për mikpritjen që të monë. Faleminderit edhe për juve që na vizituan. Faleminderit shumë. Miq dashur, prej këtij burimi këtu të ujit, për ndryshe njohur si ujvara e Skallavacit në Han të Elezit, po e bëjmë mbylljen për këtë edicion. Juve ju uroj një fundjavë sa më të mirë edhe ju bëj thirrje që dilni sa më shumë, sidomos vikendeve nëse jeni të lirë, tash varësisht prej ditëve të pushimit kushdo si i kemi, që të shkojmë në për vendet që i kemi në për Kosovë edhe të shohim çfarë natyre të mrekullueshme kemi, sepse më besoni ka të bëj shumë me shëndetin mendor, na ndihmon jashtëzakonisht shumë përveç shëndetit fizik. Kemi nevojë me ik më shumë se kur prej dinamikës jetësore që na ka kapur gjithëve, edhe këtë e gjej më së miri tek vendbanimet e bukura të Kosovës, por edhe zonat e tjera turistike. Po ju ftoj që këto takimet tona, përveç në ekranin e KTV-s, ti përcjellni edhe përmes rrjeteve tona sociale. Në jeta.ktv kemi faqen zyrtare në Instagram dhe Jeta Koa Vizion në Facebook. E paqet një fundjavë sa më të mirë dhe miru pafshim të premten ardhshme.